LDK-n, pra e kanë themelu këtë shtet, e kanë kryu institucionet, kanë kryu të gjitha. Ky shtet është kryu në bashkëpunim LDK-ja me PDK-n, natyrisht edhe më dhe faktorët e tjerë më të vogjël politik. Me vetëvendosjen ka qenë shkurt dhe me vetëvendosjen po shkatërrohet shteti. Pra kësaj rrave derisa Kurti dhe Dejona janë në krye të çdo institucioni në Kosovë, sepse ata realisht ata po duan edhe president, duan edhe krye prokuror me qenë aty, duan me qenë gjithçka. Pra kemi vetëm një rast të caktimi krye prokurorit kur vetë kjo ushtruese detyre e presidentës sotme Zonja Haxhiu, pra kishte shprehur dyshime dje rastin policisë si dhe më pastaj ka thënë Dejona mbyll gojën ti dekreto tash u bëj mirë i njëjti. Pra derisa këta të dy i kemi kur kolliten ata çdo gjë bëhet, domethënë Kosova është në krizë dhe këta po krijojnë parametra friksues për një pjesë të elektoratit LDK-s, se LDK-n po do me çun PDK, se LDK-n po do me çun VV. Jo, këto janë shërbimet parapolitike të udhëhequra nga Dejona Mihajli, e cila me çdo kush po tenton që t'ja marrë elektoratin LDK-s, po don ta zhbej LDK-n. Dhe këtu për fat keq, domethënë nuk po din ta menaxhojnë, s'po them që me di ta bëjnë një gjë të tillë. Jo, nuk besoj asnjëherë. Edhe kur ka diskutime të tilla, sepse të diskutohet tani për shkarkimin e Abdigjikut në një momentum të tillë, kur është koha për të folur për institucione, zotri Kelmendi, a vepruan mençur, a gabuan?